Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët te kuzhina e Rahimes. Në këtë video recetë do t'ua shpjegoj hap pas hapi se si të përgatitni recel nga luleshtrydhet apo drezat. Një recetë fantastike e cila nuk dështon dhe receli del tepër i shijshëm. Recetën e plot ndiqeni në vazhdim dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe. Unë do të përgatis 5 kg me luleshtrydhe të cilat i kam zgjedh pak më të vogla. Luleshtrydhet do t'i pastrojmë dhe pastaj do t'i lajmë mirë. Pasi që luleshtrydhet i lajmë, do të siguroheni që t'u akulloni ujin mirë pasi që nuk duhet që të ketë ujë tek luleshtrydhet. Pastaj pasi që i kemi kulluar mirë, do t'i rëndisim në një tenxhere ku do t'i zije. Unë kam përdorur 2 kg me sheqer, ku do t'i rëndisim një rend me sheqer dhe një rend me luleshtrydhet derisa ta mbarojmë të gjithë masën. Pastaj, sheqerin e ngelur do t'u hudhim sipër dhe do t'i lëmë që të pushojnë për 2 orë. Kështu që luleshtrydhet do të lëshojnë lëngun e vet dhe do të kemi një recel më të shijshëm. Shtojmë dhe një lëng limoni dhe do t'i lëmë që të ziejë në temperaturë të ngadalët, pra jo në temperaturë shumë të shpejtë, sepse luleshtrydhet do të dëmtohen gjatë zjerjes. Tani pasi që kanë filluar që të zihen, shkumën e cila del do ta heqim gjatë gjithë kohës. Recelin e kemi gati atëherë kur masa të jetë përgjysmuar. Pra si që shikoni, masa është përgjysmuar, recelin e kemi gati. Si që thash, nëse ju dëshironi një lëng më të trash, do t'i shtoni më shumë sheqer. Pasi që receli tashmë e kemi gati, sa është i nxehtë direkt do ta mbushim nëpër kavanos. Kështu do të vakumohet dhe nuk do të na prishet për një kohë më të gjatë. E mbushim nëpër kavanos dhe do ta mbërthejmë direkt. Dhe tani nga kjo mas unë kam fituar 4 kavanos me recel nga luleshtrydhet. Sa janë të nxehta, i mbulojmë me peceta kuzhine dhe do t'i lëmë pa lëvizur 4 deri në 7 orë derisa ta vakumohen plotësisht. Dhe miqtë e mi, recelin nga luleshtrydhet e kemi gati. Shpresoj që juve t'ju ketë pëlqyer kjo recetë dhe ta provoni. Për recetat më të reja, shtypni butonin subscribe. Faleminderit që na ndiqni.